është një projekt i veçantë nga të gjithë projekte tjera. Nëse mjetë me drunin sot qëto, e bim një drun. Ai drun një vjetë nuk stagnon. Këto konstruksionet nuk janë të saldume. Në kuadër të projektit promovimi i aktivizmit të zelbërt komunitar, organizata jo qeveritare Avonet në Ferizaj, si antare e Aleancës për Transparencë Qytetare e udhëhequr nga KDI, në kuadër të aktivitetit të auditimit social, ka zgjedhur për auditim kontratën pyllëzimi dhe rregullimi i parkut në Kodrën e Sheretëve, me vlerë mbi 917.000 euro. Ky projekt synon të shndërrojë parkun në një hapësirë rekreative përmes shtimit të gjelbërimit, ofrimit të shërbimeve rekreative dhe vendosjes së mobiliarit urban. Një grup qytetarësh, përfshirë këtu edhe profesionist mjedisor, ka inspektuar në terren një nga komponentet e kontratës që lidhet me punimet e zelbërimit, për të vlerësuar nëse planifikimi i komunës është i duhuri dhe nëse punimet po realizohen sipas kontratës. Qëllimi i inspektimit është hartimi i një raporti mbi gjendjen aktuale dhe dhënia e rekomandimeve konkrete mbi punimet, veçanërisht llojet e bimeve të përdorura, mirëmbajtjen dhe punimet në strukturën metalike të shëtitores. Është një projekt që me të vërtet ju kanë gëzuar shumë komuniteti që jetojnë këtu, po sidomos edhe qytetarët e Ferizajit, sepse është një projekt i veçantë nga të gjithë projektet tjera. Ka qenë kërkesë e qytetarëve, është kanë diçka shumë e mirë pritur prej qytetarëve, sidomos me banorëve të zonës këtu. Kemi diskutuar me kryetarin, kemi debatu me drejtarët, domethënë e kemi diskutuar shumë herë me drejtarët qysh dhe si ka me qëndru dhe si ka me ardhë ky projekt. Fatmirësisht zotit e ka mirëprit kryetari, drejtarët dhe tani besoj që shumë shpejt do të përfundon, është fazën e punës, janë të punu, është deri më tani ka qenë edhe ka hetë shumë mirë, por realisht këtu do të jetë pas përfundimit të punës të vrasht, do të jetë edhe pyllëzume, kanë planifikuar dhe pyllëzimin e disa pemëve dekoruese dhe plepave gjëra tilla. Pastaj na do jemi monitorues vazhdimisht i projektit, do e shohim. Normalisht deri tash nuk ka pas nevojë për asnjë ndërhyrje, po me kalimin e kohës do jemi monitorues dhe do e shohim që çka do të bëhet, do të vazhdon puna siç ka qenë projekt. Realisht në bazë projektit është të shku, ka ndonjëherë ndalesa ka, po shkaku është i kohës, kur gjë diçka tjetër. Projektin e kam pa që drojt dykon janë mbi 5600 copa droj që kanë më mirë në këtë hapësirë. Unë këtu pak kundërshtaj sepse është një shumë e madhe për i drojve, 5600 drojt dykon rreth 4 hektar janë këtu. Është pak e tepër, por në veçanti e kundërshtoj drunin betullat i cilë nifët e nacin në popët si plep i bardhë, sepse ai drun është pak i rrezikshëm sa i përket njerëzve cilët kanë pak probleme alergji apo frymarrje. Mujnë edhe ato, sa thamë në këta nga vetja, po është edhe dëshmi se shumë prej njerëzve ka që të plepin në stinën e pranverës, kur fillojnë me qela apo me lullzu, krijojnë probleme nga alergjia dhe frymarrjet e shumë gjanet të ndryshme. Shkura, ka dhe shkura këto i kom pa, janë të qellueshme. Vetëm plepin sugjeroj që të largojnë. Une jam pra mbjelljes së drunit, ku do që të mbjellet? Nuk jam kundërshtim. Është mirë ata që kanë bërë këtë projekt, prej 5600. Po unë i kisha mshur gjys për gjys dikon dhe plepin të jekët, sepse druni, dryt të mdhaj, cilë të rritën shumë kanë parametra, do të me i pas. Shumë muna me 6 metra në 8 dhe 18 metra. Sidomos në këtë pjesë këto, është ka në mirë që të mbjellën dryt dikon 18 metra në lartësi atyve. Po, se i për këtë tjetra është që edhe nëse mbillën drejt këto, ku e kemi na për shembull këtë dheja po homos, i cili është ky këto, nëse mbillën edhe drejt në çet dhej çto, pa prunë dhej të mirë, homos dhej tarav që i thojnë ne, druni në çet dhej çto është shumë problem është edhe me zon, sepse edhe ai drun do të ketë garancion. Do të ketë, unë e di që pikë komunës që ka drunin një vjet, por drunin na kur e mbjellmi, nëse e mbjellmi drunin sot çto, e bim një drun. Ai drun një vjet nuk stagnon. Është as i gjallë, as i vdekun, tek mas viti tjetër. Dhe garancionet bon pak të këshia. Është e para që druni, gropa do të mu qelë këto e mirë, mu prunë dhe i mirë, dhe vitamina, edhe uja është i parapon këto. E kam edhe pak të uje.
ata e kanë para po këto mi qelë dikun 3 poseta, 3 pusa, bunara. Edhe ato e pa problem, sepse parqet që i ka edhe komuna, është pak edhe probleme i mirë mbajtën. E kam edhe si sugjerim edhe si këshill. Edhe jam gjithmonë pro, kudo që t'jem në Kosovë, jam për këshillat nëse i marrin. Është më mirë të bëhet një rezervar këto, ndikon 15 litra ujë, dhe të shpërndahet sistemi i ujitjes nga kjo një pjesë këtu e nalt ku e kemi. Pse e tham këtë? Sepse nëse i hapëm në 3 pusa këtu, problemet janë më të vështira dhe mirëmbajtja është kosto është me madhe te kjo. Sepse na mund ai pusja të larg me pas problem dhe nuk shifët. Dhe kur e kiti gjendjen, kur e ki vetëm me një pikë, kur e kiti e di që ku vijnë problemet. Ke probleme aty me 3 raketa, ke probleme me shumë vintila, dhe problemet janë shumë për me i zgjidh. Kurse bëhet me një vend, një poset bëhet këtu, problemet janë më të mira, janë më të lehta dhe janë kostosh më lirë. Nga banorët e kësaj zone, ne si anëtar të kuvendit kemi marrë shqetësime për shkak të punimeve të dobta që po zhvillohen tek projekti i kodra e sharratëve, domethënë banorët kanë kërkuar nga ne që ta ngrisim këtë shqetësim edhe në kuvendin komunal për shkak që këto konstruksionet nuk janë të salduar dhe ky projekt domethënë në të ardhmen do të paraqet problem për banorët, domethënë të cilët do ta shfrytëzojnë këtë pjesë të këtij parku. Pastaj betonet të cilat janë në paramos, unë konsideroj që këto betona nuk janë të nevojshme për këtë park, për shkak që logjika e betonit nuk do duhet na përcjellte në për parqet publike që do të shfrytëzohen nga banorët e komunës së Ferizaj. Për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të raportojnë degradime mjedisore, këtë u amëndëson platforma KDI Green.